Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Premtime për ekonomi më të fortë, më shumë mirëqenie dhe zhvillim për qytetarët kanë dominuar ditën e tretë fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Partitë politike kanë vazhduar aktivitetet elektorale duke shpalosur vizionet dhe prioritetet e tyre për mandatin e ardhshëm. Ndjekim kronikën zgjedhore. Në kuadër të fushatës zgjedhore, Forumi i Gruas i Lidhjes Demokratike të Kosovës prezantoi kandidatet për deputetet e kësaj partie duke theksuar rolin e grave në politikë, ekonomi dhe vendimarrje. Kandidati i LDK-s për kryeministër, Lumir Abdigjiku, tha se partia e tij ka parapar investime prej 1 miliard eurosh për krijimin e mundësive të reja ekonomike dhe rritjen e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës. Flasi për vajzat e Kosovës. Sepse si pjesë e kësaj shoqërie, vëllërisë fëmijë tonë, vajzat tona, nuk mund të pranojmë idenë se 65% e grave në Kosovë janë jo aktive. Renditimi në nivelin më të ulët e më të paraqitur botë. Dhe nuk dua Kosova ime, dua vajzave të mia, të rrisë e të trajtoj vajzat tashme me këtë të tjerë. Dhe nuk mund të pranojmë idenë e vajzave të reja që diskriminohen në punësim, varësisht nga planifikimi martesor i tyre. Një martesës, lindjeve e çka tjetër. Prandaj kemi parapar shtimin e inspektoratit të punës nga 40 inspektorë sa mësosh në 400 të tjerë që asnjë vajzë e re mos diskriminohet në vendin e punës. Do të bëjmë njësinë e veçantë të mbrojtjes policore, e cila një detyrë të vetme ka që të trajtoj çdo rast të mundshëm paralelisht para se të ndodhë të dhunës ndaj punës. Ndërsa përgjegjësia e listës së LDK-s, kandidate për presidente Vjosa Osmani, tha se fuqizimi i grave lidhet drejt për drejt me zhvillimin e familjes, shoqërisë dhe shtetit, duke ftuar gratë dhe vajzat për angazhim në ndërtimin e një Kosovë më të drejtë e më të barabartë. E kur gratë bëhen bashk, jo për veten e tyre, por për njëra tjetrën, për familjet e tyre, për shoqërinë tonë dhe për të ardhmen e vendit tonë, atëherë ajo nuk është thjesht një përpjekje individuale. Ajo bëhet solidaritet në veprim, forcë në organizim dhe ndryshim i domosdoshëm në shoqëri. Sot ne nuk po i prezantojmë thjesht një listë me kandidate për deputete, po prezantojmë histori suksesi në secilën prej tyre. Po prezantojmë guxim të jashtëzakonshëm në secilën prej tyre. Po prezantojmë një përkushtim maksimal në secilën prej tyre. Po prezantojmë fytyrën e së ardhmës, e cila po troket në derën e Kosovës, sepse nuk mund të ndërtojmë politika të mira pa zërin e grave. Nuk mund të marrim vendime të drejta pa përvojën e grave. Nuk mund të ndërtojmë shtet të fortë pa udhëheqjen e grave. Dhe mos lejojmë kurrë që zëri i grave të heshtet nga sulmet, nga linçimet apo nga padrejtësisë. Në fund të aktivitetit u prezantuan kandidatet për deputetet e kësaj partie. Pak para nisjes së konferencës për media të kryetarit dhe kandidatit të BDK-s për kryeministër Bedri Hamza, në zyrat qendrore të partisë nuk kishte energji elektrike, gjë që përpasoi konferenca u shtyp për ca kohë. Kur erdhi rryma, Hamza e nisi konferencën me akuza ndaj qeverisë aktuale në detyrë për krizën energjetike të shkaktuar në vend dhe duke theksuar se energjia do të jetë një ndër prioritetet e programit të tij. Gjithandaj Kosovës ka do që po lëvizë, siç ka qenë Ferizaj, Gjakova, Peja dhe qytetet tjera, njerëzit e kanë një konstatim. Kosova është në krizë. Dhe kjo krizë dihet që ka një adresë dhe kjo është kryeministri aktual dhe qeveria aktuale. Asnjë kapacitet të ri energjetik, domethënës gjatë këtyre viteve. Për ma tepër, dështim dhe refuzim i projekteve. Dështim i kapaciteteve në termocentrale, dështim dhe refuzim i projektit me gaz dhe projekteve tjera energjetike. Për Partinë Demokratike të Kosovës, energjia do të thot ekonomi, do të thot siguri
do të thotë stabilitet makrofiskal. Gjatë tyre ditëve do t'i mbaj disa konferenca me tema edhe me tematik për prioritetet që i ka Partia Demokratike e Kosovës. Sot, kur po flasëm për shtyllën e dytë, që është energjia dhe investimet në infrastrukturë, fatkeqësisht, na nuk kemi energji elektrike, nuk kemi zërim, nuk kemi drita dhe pjesë e madhe e qytetit të Prishtinës po përballet me reduktime. Dhe kjo tregon peshën dhe rëndësinë e këtij prioriteti që ka Partia Demokratike e Kosovës. Hamza shtoi se programi i tyre zgjedhor përfshin edhe investime në infrastrukturë rrugore, hekurudhore dhe digjitale. Edhe investime të tjera që lidhen me infrastrukturën edhe rrugore edhe hekurudhore. Dhe gjithsesi investimet në digitalizimin dhe infrastrukturën digjitale të Kosovës, që Kosova jo vetëm të jetë në absorbuese, në konsumuese e shërbimeve digjitale, por realisht prodhoj edhe për të tjerë dhe të investoj edhe në këtë industri, për shkak se është një industri ku po krijon vendet punës dhe shumë të reja dhe të ri janë të punësura në këtë industri dhe realizojnë paga mjaft larta, po ky sektor don përkrahje, don subvencionim, don përkrahje direkte me grante dhe gjitha këto janë në programin tonë. Në këtë konferencë për media, Hamza tha se PDK-ja planifikon ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike dhe investime në energjinë e ripërtëritshme. Lëvizjeve të vendosje ka mbajtur tubim elektoral në Kamenic. Kryetari dhe kandidati për kryeministër Albin Kurti prezantoi një pjesë të programit zgjedhor, duke u ndalur në investimet në mbrojtje, infrastrukturë, sport dhe shëndetësi. Kurti tha se pas vitit 2027, Kosova synon të ketë kapacitete të reja prodhuese në fushën e mbrojtjes, të cilat sipas tij do të mund të eksportohen edhe jashtë vendit. Para vitit 2027 do t'i kemi fyshekët 5.56 mm dhe 7.62 mm prodhuar në fabrikën Jahot të Gjakovës. Fillimisht do të pajisë ushtrinë tonë me municion e më pastaj do të mund të eksportojnë gjithashtu. Kurti premtoi projekte infrastrukturore e rrugë në rajonin e Kamenicës, të cilat sipas tij do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe lehtësimin e qarkullimit për qytetarët e kësaj ane. Mandati i ardhshëm jetë mandat i digave, mandat i hekurudhave, mandat i gasifikimit të limitit, mandat i investimeve në sektorin minerar, mandat i byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, mandat i prokurorisë së re speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, jetë mandat i transformimit më të madh ekonomik e industrial që ka pas vendi. Andaj 4 hekurudha do të nisin. Gjatë fjalës së tij, Kurti përmendi edhe investimet në sport dhe shëndetësi. Vallas lajmin e mirë që do ta ndërtojmë me 2500 ulse prej Drurit do të jetë stadiumi i parë i këtij lloji dhe mora vesh me të arritur që kishin fituar me rezultat 4-2. Por ju po e shihni që në politik 4-2 nuk po mjafton. 51% me 28 dhjetor po thojnë nuk është boll. Jo 4-2, po kërkojnë prej neve që të fitojnë 8-2. Lëvizja vetëvendosje organizon tubim elektoral edhe në Gjilan për të prezantuar plan programin zgjedhor. E dy partitë politike, AK-ja dhe PSD-ja, të cilat garojnë për zgjedhjet e 7 qershorit, nuk kanë planifikuar aktivitete elektorale për këtë të shtunë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se sot më 30 maj mbyllet afati për aplikim online për akreditimin e vëzhguesve dhe medjave për vëzhgimin e zgjedhjeve të 7 qershorit dhe aktiviteteve të tjera pas ditës së zgjedhjeve. Deri në përfundim të ditës së sotme, subjektet politike të certifikuara, OJQ-t, organizatat qeveritare dhe ndërqeveritare, organizatat ndërkombëtare të specializuara, të cilat merren me zgjedhjet dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, mediat si dhe përfaqësuesit e vendeve të huaja mund të dorëzojnë online kërkesën e tyre për akreditimin e vëzhguesve, ka njoftuar zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi.
Në këtë kohë kur fushatat zgjedhore po zhvillohen gjithnjë e më shumë në hapësirën digjitale, dezinformatat vazhdojnë të paraqesin një nga sfidat kryesore për informimin e drejtë të qytetarëve. Sondazhet e rreme dhe deklaratat e fabrikuara përmes inteligjencës artificiale mbeten format më të përhapura të keq informimit gjatë proceseve zgjedhore, u theksuar në konferencën e platformës Hibrid.info. Përmbajtjet e gjeneruara me inteligjencë artificiale, sondazhet e manipuluara dhe mesazhet me karakter propagandistik, sipas Hibrid.info, janë disa nga format më të përhapura gjatë fushatës zgjedhore. Si forma më e shpeshtë prej momentit kur është pall data e zgjedhjeve, por edhe nga monitorimi në fushatat e kaluara zgjedhore, është vërejtur që si formë e pare keq informimit janë sondazhet e rreme, apo ato që ne kemi cilësuar si sondazhet të fabrikuara. Çka i karakterizon sondazhet e rreme janë mungesa e një metodologjie të qartë shkencore, pra nuk dihet burimi i realizimit kësaj matje të opinionit publik, nuk dihet mostra që është përgjedhur, vendi edhe koha se kur është realizuar ky sondazh i pretenduar. Hulumtuesi i Hibrid.info Etrit Rexhepi foli edhe për deklaratat e rreme dhe manipulimin e tyre gjatë fushatës. Këto deklarata mund bëhen nga personazhe cilat mund të konsiderohet që deri diku ne kanë një peshë në opinionin publik, por edhe shpesh mund të jenë deklaratat e vet aktorëve politik, cilët të garojnë në këtë zgjedhje. Si formë publikimit të deklaratave tilla të rreme janë deklaratat e sajuara komplet, janë deklaratat e manipuluara, edhe deklaratat e ricikluara, cilat publikohen në një kontekst tjetër politik. Çka synohet paraqitet me këto deklarata të rreme është kryesisht në ato që është hasur nga platforma jonë, ka për qëllim që të dëmtohet reputacioni atyre që garojnë zgjedhje, të rritet reputacioni i kundërshtarit tjetër politik. Hulumtuesi Festim Rizana ndërkaq prezantoi format e manipulimit të përmbajtjeve përmes inteligjencës artificiale, duke theksuar se video dhe audio të gjeneruara me këtë teknologji po publikohen në mënyrë që të duken sa më autentike. Një fenomen tjetër, domethënë, që është në rritje në këtë rast është edhe përdorimi i inteligjencës artificiale në media sociale, ku qarkullojnë keni qenë dëshmitar edhe ju po besoj që edhe në fushatën e 28 dhjetorit, domethënë video të gjeneruara totalisht me inteligjencë artificiale, ku simulohen intervista me reale me qytetar, duke përdorur logo mediash për t'i dhënë legjitimitet vetes se kjo është një intervistë nga media dhe në bazë të përbajtjes shihen që janë audio sintetike, personazhe të gjeneruara me AI, domethënë që nuk ekzistojnë, duke bërë deklarata politike dhe narrativa të caktuara dhe duke krijuar përshtypjen se këta po japin intervista për media dhe po deklarojnë se do ta votojnë këtë parti ose duke kritikuar një parti tjetër apo qoftë një politikan të caktuar. Sipas Hibrid.info, ndërhapat për mbrojtje nga dezinformimi dhe manipulimet me inteligjencë artificiale janë verifikimi i burimit dhe i titujve emocional, krahasimi i përmbajtjes së lexuar me atë që publikohet në media kredibile, kontrollimi i fakteve si dhe ngritja e vetëdijësimit për manipulimet përmes inteligjencës artificiale. Bordi i Paqës ka njoftuar se 2 oficerë të Forcës së Sigurisë Kosovës, majori Gentrit Idrizi dhe majori Labinot Lala, janë mirëpritur në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit ISF si oficer ndërlidhës. Sipas njoftimit, ata do të ndihmojnë lehtësimin e rrjedhës së informacionit kritik ndërmjet ISF-s dhe Kosovës. Kosova po dërgon më të mirë dhe saj për të lehtësuar rrjedhën e informacionit kritik ndërmjet ISF-s dhe vendit të tyre. Integrimi tyre në stafin e ISF-s forcon koalicionin tonë ndërkombëtar të personeli, duke avancuar përpjekjet për siguri dhe stabilizim për Bordin e Paqes, thuhet në njoftimin e Bordit të Paqes në platformën X.
Një grup maturantësh serbë në Mitrovic janë dëgjuar duke thirrur sloganin Kosova është zemër e Serbisë gjatë ceremonisë organizuar për shënimin e përfundimit të shkollimit të mesëm. Pamjet janë publikuar në rrjetet sociale ku maturantët dëgjohen duke brohoritur në frymë shoviniste. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë reagim zyrtar nga institucionet lidhur me rastin, ndërsa edhe para disa ditësh disa maturantë serb kanë provokuar në mënyrë të tillë. Për 3 ditë me radhë, nga sot çmimet e derivateve në Kosovë do të shiten me çmime të njëjta. Sipas njoftimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë, çmimi i naftës nga sot do të shitet për 1,52 euro për litër, benzina për 1,43 euro për litër dhe gazi 74 cent. Në njoftim thuhet se këto çmime vlejnë edhe për të dielën dhe të hënën. Të premten çmimi i naftës ishte 1,55 për litër, 3 cent më shtrenjtë se sot. Benzina ishte 1,49 cent, 6 cent më shtrenjtë se sot. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka konfirmuar praninë e lijes së deleve dhe dhive në një fermë në fshatin Deloc të komunës së Suharekës, bazuar në rezultatet e analizave diagnostike. Përmes një njoftimi është bërë ditur se menjëherë pas konfirmimit, ekipet e AUV-it bashku me veterinerët privat dhe akterët e tjerë relevant ka ndërmarrë masat e nevojshme për kontrollimin e situatës dhe parandalimin e përhapjes së mëtejme të sëmundjes. Informacionet më të fundit mund t'i gjeni në RTV21.tv. Mirupafshim në edicionin e radhës.